Përshëndetje të nderuar teleshikues të UTV News. Këtë pasdite jemi zhvendosur në mjediset e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe jemi duke ndjekur provat e nonetit. Janë 9 instrumentistë, pjesë të orkestrës së Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ata po përgatiten në prova për të performuar në koncertin festiv tradicional të Krishtlindjeve që vjen në të dytin vit radhazi. Janë 9 instrumentistë, të cilët do të sjellin për publikun shqiptar në koncertin tradicional të Krishtlindjeve reperturin e muzikës së dhomës së 2 autorëve italian dhe të një kompozitori franko-anglez, George Onslow, i njohur kryesisht në shekullin e 19 për krijimtarinë instrumentale, për kuartete dhe kuintete. Muzika e dhomës është një formë e muzikës klasike, e cila për më shumë se 200 vjet është luajtur kryesisht nga muzikantë amator në shtëpitë e tyre dhe madje ende në ditët e sotme, kur muzika e dhomës është shndruar në një performancë e cila ka gjetur vend në hollet koncertore, shumë muzikantë, amator dhe profesionist vijojnë ta luajnë për kënaqësinë e tyre në mjediset private. Por instrumentistët të cilët po luajnë këtë zhanër janë profesionistë të mirëfillt. Ata janë pjesë e orkestrës së Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Secili prej tyre ka një përvojë për rreth 10 vitesh në këtë orkestër, por në jetën e një artisti, kjo dekadë implikon vetëm më shumë stimuj për të punuar më tepër dhe jo vetë kënaqësi. Kjo dallohet veçanërisht teksa secili prej tyre shprehen të dërgjetshëm se përpos vullnetit dhe talentit kanë pasur dhe shansin që si instrumentistë të rinj t'ju mundsojë realizimi një ëndre, sepse për ta e tillë ka qenë të arrinin përfshirjen ndër 60 instrumentistët e një orkestre të madhe dhe të rëndësishme me një traditë dhjetravjeçare, saç është dhe jeta e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Kemi shkëputur nga momenti i provave violonceliste Loreta Memaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Do doja të dija fillimisht përshtypjet tuaja në raport me domethënien e të qenurit pjesë në orkestrën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Është një orkestër me një traditë rreth 60 vjeçare dhe sigurisht ka një peshë të madhe, apo jo? Patjetër ka një peshë, siç e thatë dhe juve, por ka edhe një përgjegjësi shumë të madhe. Orkestra është e nivelit kombëtar, nëse është vetëm një orkestër në Shqipëri që përfaqëson Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Si ka qenë për ju kjo përzgjedhje? Unë u paraqita kur isha në vit të 4 në Akademinë e Arteve për të bërë një audicion. Domethënë për të marrë pjesë në konkurs. Për fat të mirë u përzgjodha në atë konkurs. Do po flasim për këtu e 11 vjet më parë, po që duke se ka qenë ndje. Në fillim kur hyra ishte kënaqësi shumë e madhe për të qenë pjesë e orkestrës, edhe për më tepër për të parë se si funksiononte, se si ndërtoheshe një operë apo një vepër, një balet që nuk e konceptoja dot se si do ndërtoheshe pjesë në fund fare, ishte një e tërë që dilte në skenë. Përveç më thënë kësaj kënaqësie në fillim, tash është edhe përgjegjësia që duhet justifikosh gjithë këto vite punë, edhe nga viti në vit duhet të pretendosh për më tepër. Ky koncert vjen ndryshe nga vitet e tjera për koncertet e Krishtlindjeve që zhvillohen në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, sepse vetë në llojin e tij formacioni është ndryshe, përbëhet nga 4 instrumentistë harqe dhe 5 instrumentistë fryme, po ashtu pjesë të kësaj orkestre. Programi besoj edhe në prag festash është më së i zgjedhur, sepse neve kemi 2 autorë italian, që janë një pjesë është për violin solo e shoqëruar nga kuintet harqesh dhe një pjesë është për fagot solo, po ashtu e shoqëruar nga kuintet harqesh. Dhe në fund e mbyllim me nonetin e autorit George Onslow i përbërë nga 9 instrumentistë po të kësaj orkestre. Unë kam pasur fatin që në 2008 të mbroj diplomën me këtë orkestër, po në sallën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, dhe më pas jam nështruar një audicioni për të hyrë dhe për të bërë pjesë e kësaj orkestre dhe që prej ajti vit janë fagoti parë i kësaj orkestre. Të jesh pjesë e orkestrës simfonike të Teatrit të Operës dhe Baletit, për mua besoj është institucioni më i arrir i artit dhe kulturës këtu në Shqipëri. Plus të jesh dhe instrumentist i parë i asaj orkestre, sepse
ke shumë solo ose më them një pjesë shumë të madhe në këtë orkestër. Mjafton thjesht talent dhe pak fat, si Jo, formula. besoj se për çdo instrumentist që ka ëndër ose shpresën që të luajë në këtë orkestër, është që i nështrohet thjesht një audicioni dhe më e rëndësishme është talenti dhe shumë puna. Kush është sfida që keni ju e para si instrumentist, çdo herë që ngjiteni në skenë? Gjithmonë orkestra e operës është në rolin shoqërues, sepse shoqëron këngëtar, shoqëron balerin dhe kjo gjë përbën që ne duhet të jemi po aq mirë saç mund të jetë një balerin, një këngëtar ose qoftë edhe një instrumentist që ne e shoqërojmë. Pra në këtë rast është më e vështirë të shoqërosh se sa të udhëheqësh. Është më e vështirë të shoqërosh sepse duhet të jesh gjithmonë shoqërues i atij të pari. Të ndjekësh ritmin. Të ndjekësh ritmin, të ndjekësh gjithçka që ai bën ose realizon në skenë. Violin e parë në Orkestrën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë do të thotë për një instrumentist të parë që të mbaj peshën e një koncerti? Fillimisht jam futur te violin e para të Orkestrës së Teatrit të Operës dhe prej 4 vitesh luaj Spalën, violinin e parë, koncertmaestër tamam në orkestër. Dhe kjo ka qenë një përvojë shumë e bukur. E bukura në fillim ka qenë që kam qenë pjesë e orkestrës dhe e dyta që jam violin e parë. Është privilegj shumë i madh edhe kënaqësi shumë e madhe. Ne kemi dhënë dhe një koncert të parë para 2 vitesh. Ajo ka qenë eksperjenca jonë e parë dhe them se kemi dalë shumë mirë dhe kjo ishte ideja që ta vazhdoshim prapë dhe kjo është e dyta. Them se është e bukur. Është e vështirë të bësh art në Shqipëri? Besoj vështirësitë janë gjithandej të bësh art. Ideja është që artin ta bësh tamam. Tu në teatrin e operës ndodh që arti është shumë i mirë. Kur kam qenë student në Akademinë e Arteve, gjithmonë e kisha parë vetveten si një përfaqësues si një sër klarinetistësh të cilët performojnë live po të vetëm, asnjë si pjesë e një orkestre, siç është edhe Orkestra e Teatrit Kombëtar. Për fati, desh që unë të isha pjesë orkestrës dhe unë mendoj që një instrumentist vendin më të mirë që ka dhe eksperiencën më të bukur që mund të bëj është një orkestër. Arti është shumë i lakmuar, veçanërisht për ata që e kanë pasion, por ama është edhe vështirë të qash thuhet art, është e vështirë që të krijosh një emër dhe të kesh sukses. Si ndodh kjo gjë në perceptimin tuaj? Se duhet punuar më shumë ndoshta në promovim, flasë në drejtim të institucioneve përgjithëse që janë për këtë. Në art është shumë e vështirë sepse për të thënë vërtetën dhe hapësirat që janë të krijuara praktikën në vendin tonë, domethënë janë shumë vogla. Duke folur, flasim për Orkestrën e Teatrit të Operës, kemi edhe një orkestrën tjetër që është Orkestra e Televizionit Shqiptar dhe nuk kemi orkestra tjera. Është shumë vështirë për një instrumentist që të mbarojë dhe të gjejë vend sepse këto janë orkestrat kryesore shqiptare. Sigurisht që unë do të këshilloja çdo instrumentisti të ri që të shohë mundësinë e krijimit të ansambleve të vogla, ansambleve muzikës dhomës, sepse është për të vërtet një eksperiencë shumë e bukur ku mund të marrësh shumë, po edhe mund të japësh shumë. Janë formacione që menaxhohen më kollaj, më shpejt dhe janë formacione që mund të gjejnë hapësira shumë të mëdha në botën artistike shqiptare. Ajo që duhet teksuar është se Orkestra e Teatrit të Operës dhe Baletit është një orkestër e krijuar në vitet 50 së bashku me Filharmoninë e Shtetit dhe kjo histori përkujtohet në kuadër të 60 vjetorit të krijimit të këtij institucioni. Teatri Operistik Shqiptar ka hapur dyert për herë të parë për publikun me shfaqjen Rusalka dhe mban datën 28 nëntor të vitit 1953. Një zgjidhje jo pa ndikim nga kultura ruso-sovjetike që dominonte aso kohë. Teatri i Operas fillimisht u strehua në një godinë që në vitin 53 mbante emrin Teatri Kosova,
për t'u shpërngulur më pas në godinën e njohur sot si Pallati i Kulturës më 1958 dhe pak vite më vonë, në 1962, ftoi në gjirin e saj dhe konservatori shtetëror. Ke qenë se bëhet fjalë për orkestrën, e cila shkruar viteve 50 dhe në 60 vjetorit bashkë me këtë institucion të rëndësishëm të kulturës. Doja që të na mundësonit ndoshta në një foto, në një rekord, që flasim pak edhe për historikun, për të ndarë një çik më gjatë në të. Kjo dosje është historiku faktikisht i teatrit, operës dhe baletit, ku përfshihet edhe trupa e korit, orkestra, solistët, gjithë historiku i teatrit operës. Përveç kësaj, përveç kësaj ka edhe dosje të tjera, dosje të fotove. Në arkiv shfaqen dhe imazhet e ershme të provave dhe shfaqjeve të panumërta të artistëve shqiptar, të cilët i kanë dhënë publikut emocione të paharruara. Aktiviteti artistik filloi me koncerte dhe shfaqjet që dha Filharmonia e Shtetit në vitin 1950 për t'u inkuadruar 3 vite më pas në Teatrin e Operës dhe Baletit. Arkivistja Lulieta Brahja na tregon dhe një VKM të kohës në të cilën përcaktohet edhe struktura e kësaj orkestre. Në të bënin pjesë instrumentist të përgatitur fillimisht në gjimnazet dhe shkollat e mesme të përgjithshme, Orkestra Frymore Ushtrisë dhe më pas në Liceun Artistik Jordan Misja. Gjatë viteve të mëvonshme, ky kolektiv artistik u pasurua me instrumentistë të përgatitur fillimisht në konservatorët e vendeve të lindjes komuniste, si Prag, Leipzig, Sofje e më pas dhe nga Konservatori Shtetëror i Tiranës, i cili u hap në vitin 1961. Në vitet 70, deri në rënien e shtetit monist, ky institucion u përfshi nga fenomenet e tkurrjes ndaj repertorit klasik, si rrjedhoi e ndikimit të pashmangshëm të politikës. Kjo dëshmohet edhe në llojin e shfaqjeve të vendosura në skenë, të cilat vërehet qartë edhe në arkivin e këtij institucioni. Në dosjet ku arshivohen shfaqjet, dukshëm mund të dallohet se që prej viteve 1971-1972 u përmbysi gjithë ekuilibri real i repertorit klasik me atë kombëtar, duke kaluar për vite me radhë në absurditet dhe agresivitet ndaj repertorit klasik. Pra të një mbyllje të këtij repertori, gati në shifrën 0, rast unikal dhe në të gjithë botën lindore komuniste, me përjashtim të ngjarjeve të revolucionit kulturor kinez, prej nga u frymëzua. Ndryshimet rrënjësore të fillim viteve 90 përfshin edhe këtë institucion të rëndësishëm të kulturës, duke zgjeruar jo vetëm gamën e shfaqjeve të ngjitura në skenë, por duke nxitur dhe afirmimin e mëtejshëm të instrumentistëve të orkestrës së teatrit të operës përmes turneve në vende të ndryshme, si Kinë, Itali, Francë, Turqi dhe në vende të tjera të rajonit. Sot, Orkestra e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit mbetet një nga shtyllat kryesore të këtij institucioni, pasi ka përballuar koncerte dhe shfaqje, edhe me dirigjent, këngëtar dhe balerinët më të mirë shqiptar, por dhe të huaj, në shumë premiera botërore që janë ngjitur në këtë skenë. Ka qenë në fakt një pjesë shumë interesante kjo që kemi ndjekur e provave të një koncerti, akoma dhe më të bukur, keni ndjekur vetëm disa momente, por ky koncert do të ketë pjesë shumë të bukur atë muzikës së dhomës në mbrëmjen e 24 dhjetorit. Nga kjo ne marrim shkas për të folur pastaj për gjithë historinë e një institucioni shumë të rëndësishëm dhe un kam kënaqësinë të kem të ftuar në studion e UTV News mjeshtrin e madh Maestro Xhani Ciko. Përshëndetje, mirë se erdhët. Është një kënaqësi e veçantë, e theksoj dhe ritheksoj për arsyeën e vetme sepse juve jo vetëm keni qenë drejtuesi i këtij institucioni, por keni një kontribut kaq të madh ndër vite, saqë mund të themi, duke lënë modestinë më nja, dhe po e bëj unë për ju këtë gjë, me të drejtë që jeni pjesë e historisë së gjallë të institucionit të rëndësishëm të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Faleminderit.
për vlerësimin, sigurisht jeta e një njeriu të artit sigurisht lidhet me zhvillimet muzikore, lidhet me përjetimin e ngjarjeve. Unë kam pasur këtë fat që duke qenë biri një familje artistësh, një ambienti artistik, ti përjetoj që në fëmijëni mbresat, madje jo vetëm të zhvillimit të teatrit kombëtar të operës së baletit, cilin e kam ndjekur që nga fillimi i tij, kur unë ende isha një fëmijë i vogël i artistave që jam dhe bashkë me shokët vërtiteshim në ambientet e atje ku sot është teatri kombëtar. Po atje kanë nisur edhe opera, atje kanë nisur filharmonia, të gjithë institucionet. Pra më një farmase kam jetuar të gjitha historikun e zhvillimit të këtyre institucioneve. Kështu që derisa u përfshiva dhe vetë në këtë jetë. Sepse mos të flasim për më tepër në një përvjetor të rëndësishëm, sepse duhet theksuar që 60 vite nuk janë pak në jetën artistike të një vendi dhe të një institucioni që është teatri kombëtar opera. Ka një ndryshim që njeriu e ka ndryshe jetën, nëse institucionin 60 vjeç nuk mund të dalin pension, kështu që është ende një mosh e re për institucionin krahasim me institucionet e tjera europiane edhe qoftë edhe të rajonit. Ne kemi një opera që për shkak të zhvillimeve të realitetit, të historisë së vendit tonë, një pavarësi më e vonuar se sa tjerët dhe një kontribut i madh i rilindasve që e futën direkt shpejt e shpejt në rrugën e zhvillimit të artit europian Shqipërinë. Mjafton të kujtojmë që krijimet e para muzikore gjejmë 2 vite pas krijimit të lidhjes së Prizrenit. Edhe morën rrugë pra këto ideale. Gjatë krijimit të shtetit shqiptar mbas pavarësisë fill, mbas disa viteve që nga vitet 20, qeverisë shqiptare të atyre kohëve filluan të japin bursa edhe në drejtim të artit, të muzikës, të disa fushave që dukeshin të pa imagjinuara. Këto grupime krijuan brenda disa viteve edhe një grup artistash që jo vetëm qëlluan të talentuar, po qëlluan edhe patriotë të mëdhej, qëlluan edhe njerëz që kudo ku shkuan nuk e harruan vendin e tyre dhe madje erdhën në kush më herët, kush më vonë, siç dihet nga historia e muzikës, për të kontribuar. Dhe mbi këto ideale, mbi këto shtylla të fuqishme të patriotizmit, nga ana tjetër, po dhe të një kulture që me siguri e ka pasur burimin tek kultura popullore tona shumë e pasur, tek folklori ynë, pra ky shpërthim të talenteve, çuan që mbas luftës së dytë, po edhe përpara kësaj, që gjatë viteve 40 të kemi ato shembujt e parë të zhvillimit të institucioneve artistike të kombit, sepse këto janë të kombit edhe sot e kësaj dite. Sigurisht. Unë të doja të qëndronim tek pjesa që ju përmendet tek ky patriotizmi i këngëtarëve, i artistëve të parë që vunë themelet e këtij institucioni. Dua të ndalemi këtu dhe madje do të lexoj një pasazh në të cilën aktori i madh Aleksandër Mojsiu i ka thënë një personi shumë dashur tuaj. Unë vetëm po e lexoj, vetëm një pjesë, thotë: unë kam luajtur në shumë skena të botës që ndoshta nuk i kam merituar duartrokitjet e tyre. Kam patur shumë gëzime, por të gjitha këto jo në vendin tim. Kam një keqardhje të madhe për këtë që nuk ndjeva duartrokitjet e publikut të vendit tim. Dhe këtë që se pata unë, uroj që ta kenë kolegët e mi. Këto janë fjalët që aktori Aleksandër Mojsiu ja drejton Mihal Cikos, këngëtarit të parë lirik, babait tuaj. Po, është vërtet. Është shumë domethënëse në fakt. Unë sigurisht kam dëgjuar shumë se, siç është zakon, prindrit ngjarje të rëndësishme të jetës tyre i transmetojnë edhe tek bijtë edhe tek pjesëtarët e tjerë familjes. Për këtë jetë shumë të pasur të Timeti, edhe më pas dhe të grupit artistave, sepse ai për fat kishte lindur më përpara se sa tjerët, gati në linjë historike është 10 vjet përpara grupit të tjetër të këngëtarëve lirik. Edhe po jeta e çoi edhe në emigracion, duke filluar në Rumani, pastaj në Itali, në Austri, gjithandaj dhe pati raste kaloi një pjesë të madhe të jetës, 20 vjet nga aktiviteti i tij i bëri në Europë, derisa erdhi në 42-shin këtu tek ne. E kam dëgjuar shumë episode veçanërisht gjithmonë
dy emra kanë qenë shumë të rëndësishëm për atë. Emri pa diskutimi Aleksandr Mojsiut, të cilin pa takuar fillimisht në Bukuresht dhe në atë libër tregojnë rrethanat, më pas në Vjenë edhe një herë pastaj në Milano, që takimi i cili ka ngelur i pa harruar për atë edhe është dhe bazë në marrëdhëniet e studimore për figurën e Aleksandr Mojsiut, për atë pjesë që shumë herë edhe është traskuruar, a ndjente veten shqiptar, a nuk e ndjente, aksesi midis origjinës së tij nga ne babait vet nga Shqipëria, nga qyteti Kavajës, ndërsa nga e jema nga një Triestine, edhe të gjitha këto gjëra janë bërë shpesh objekte dhe madje edhe siç e kemi zakon e shqiptarët nga njerë dhe i traskurojnë për keq, jo gjithmonë për mirë. Kështu këto dëshmi kanë qenë shumë të rëndësishme, por kjo tregon që edhe ke persona tillë të mëdhej, europian të kulluar edhe pse jo, njerëz pak kozmopolit, ta themi me i farmase nga rrethanat artistike të Aleksandr Mojsiut, ai bulza kombëtare, ai gjermi, ajo si thua shfare e brendshme e tij, pa diskutim që ka qenë gjallë, po këtë dhe tek Imad, më pas disa episode shumë bukura e lidhin pikërisht me këtë statut, patriotizmin nga i ka dhe dashuria për kulturën, për artin, aspirata për të sjellë këtë sa më parë në vendin tonë, që ishte ende mbrapa këtyre zhvillimeve. Për babain tuaj është publikuar së fundmi edhe një libër i Thimi Çallakut, është cilësuar dhe në media, nuk ka pak ditë më përpara ka ndodhur dhe promovimi i librit, është cilësuar në media si një skicë në fjalë, pra jo në linja lapsi, por në linjat e fjalëve që mund të avizohen përmes kujtimeve, përmes dorëshkrimeve, letërkëmbimeve të ndryshme, dokumentacionit të miqve të afërmve që e kanë njohur atë. Dhe është një libër i veçantë që plotson figurën e rëndësishme, do thoja, për historinë e artit lirik shqiptar. Është e vërtet që fëmijët ecin gjithnjë në gjurmët e prindërve, zotje Ciko? Shiko, unë mendoj se rruga e artit e muzikës fillon që në moshë vogël, dallon nga rruga e mjekësisë, shkencave tjera, jurisprudencës ose tjera, ku ishin zakonisht miqtë e Timetit dhe të Brezit këtyre intelektualëve të parë. Kështu që domosdo unë e mbaj mend veten time që në moshën 3-4 vjeç, mbrapa në zhvillimet artistike, muzikore, më tërhiqte kjo gjë edhe një farë prirje siç duket. Por edhe fëmijët e kolegëve tjerë, të artistave të Brezit të parë të operës, po kështu u prirën, sigurisht jo të gjithë e vijuan këtë rrugë. Dikush gjeti më pas tjetër deku ai shkëlqeu më shumë. Disa u bën artista dhe disa u bën artista me emër. Edhe brenda familjes time, dhe unë studiova violin dhe ime motër studioi piano. Po ajo mbas disa kohësh mori rrugën tjetër të shkencave. Ka qenë edhe një prirje juaj e brendshme që më shumë se sa orientim familjar. Patjetër që pastaj kur ndjen satisfaksionin njeriu e vijon këtë rrugë. Është interesante vetëm që ajo çfarë unë edhe një koleg tjetër që kemi ardhur, kemi pasur një formim të mirë edukativ lidhur me mos mbivlerësimin e kësaj origjine artistike. Jo ta mbivlerësoni, përkundërzi, unë e shifnja si një sfidë për të mbritur duke admiruar ato kolegë të mi që vinin nga shtresa të tjera të popullimit, nga disa edhe mjaft të varfër nga pikpamja ekonomike e familjes tyre dhe ishin shumë të aftë, disa dhe më të aftë se ne. Dhe këtu më dukesh që thesha kur ky kolegu tim është kaq i mirë në instrument ose në kanto ose në lëndet e tjera, atëherë unë duhet bëj shumë sepse kushtet e mia dhe vetë informacioni tim ishte më i plot. Pra kur njeriu është koshient për këtë, ky është një nga ato faktorët që më vonë kthehet edhe në një kompletim, si thuash, pak më të plot në disa drejtime të tjera dhe jo strikt tekniko-profesional, si ta quajmë. Çfarë kishte mbetur ende e panjohur, duke qenë se është cilësuar si një reavizim i portretit të atyre pjesëve të panjohura të jetës së Mihal Cikos? Çfarë evidenton ky libër, duke qenë se ju njihni dhe historinë, do të thënë personale, intime të babait tuaj, sigurisht dhe pjesën e karrierës artistike? Libri më njërën anë është edhe një akuzë për mua, që duke u marrë me institucione, me qindra veta, pare mbrapa i ka marruar
prindit e mi për të bërë atë që duhet bënja unë, duke qenë dhe në këtë rrugë. Dhe libri ka dalë me shumë vonesë, edhe këto kërkime për jetën e babait tim janë zhvilluar me vonesë. U desh këmbulja e një studiusi, e një buri modest, po shumë të ditur, si që është Thimi Çollaku, shumë pak veta e njohin, por një studius historisë të muzikës në kuptimin e një intelektuali, jo një profesionist në këtë degë. Dhe kaq më shumë ka shkruar një libër shumë të dokumentuar, gjithmonë pëlqen jo me ato penelatat e furçeve që i duam ne, domethënë i madhi, ky ikona, ky e një tjetër, pa krijuar gjëra të tilla, duke ju referuar vetëm dokumentacionit që ai e ka gjetur vetë, për më tepër pa njohur ti madh personalisht, nuk ka pasur, ai ka njoftur përmjet dokumentacionit. Kjo gjë mua më të rishte shumë dhe më duket faktori më i mirë për të bërë një monografi realiste me vlera objektive dhe me referenca mbi bazën e dokumentit të thatë dhe as pak të rrëfimeve. Ai s'ka asnjë citat timin, as të në njeriu të afërt, citon librat e shkruar, shtypin e kohës, mbi 40 e ca gazeta të ndryshme, në material nga jashtë që është gjetur. Edhe sigurisht ka dhe një aparat libri shumë të reqës që janë fotografit, janë letrat, letërkëmbimet me studentat e tij, të Timeti, Shigaço Çako, Ramisko Vaçi e të tjerë studentat e tij, deri ke kolegë të tij edhe personalitetet e jetës intelektuale, Alex Buda, Vanju Shmio, letërkëmbime që e bëjnë shumë të pasur, Kristo Kono e të tjerë, që e bëjnë shumë pasur librin. Kështu që mora një satisfaksion, si që thash, pak me vonesë, por në një moment shumë të rëndësishëm që duke e vënë në një kornizë të përbashkët gjithë punën e palodhur, Timeti të nxjerrin atë vërtet një personalitet të jetës, jo vetëm muzikore, po kulturore, artistike, shqiptare, të spikatur. Duke qenë se flasim për historinë e teatrit kombëtar të operës dhe baletit dhe jemi në këtë linjën e Mihal Cikos, që është sigurisht baba juaj, por është një ndër gurët e themelit të këtij institucioni. Janë disa fakte të cilat janë shkëputur edhe nga libri, por njëherë është edhe nga mënyra se si është risjell në vëmendje kjo figurë. Unë doja që t'i ndanim së bashku dhe ne sigurisht mund t'i komentojmë në kuadër të këtij kthimi në retrospektivë në historinë e teatrit. Është Mihal Ciko, shefi i parë i sektorit të muzikës në Radio Tirana në 1945-ën. 42-shin fillimisht. Në 42-shin fillimisht. Në 45-ën. Cila ka qenë puna e tij fillimisht në këtë? Në vitin 42, i mat kthehet, kishte bërë karrierën jashtë, tërkohën në Itali, në Austri, në Rumani, që mbas mbarimit të shkollës në konservatorin e Milanos, paraprakisht në Vjenë, pastaj në Milano, filloi jetën si një artist i lirë. Vinte vazhdimisht në Shqipëri, çdo vit pothuajse çdo 2-3 vjet ka turne të organizuara që në vitet 23-24 janë të para turne të zhvilluara jo vetëm në qytetin e tij të Korçës, por edhe në qytet tjera të Shqipërisë, Shkodër, Florë, ku di unë, Durrës, Tiranë, madje edhe me kolegë të tij italian, mbasi shqiptar në atë kohë dhe këta të tjerët të më vonshmit, artistë me emër shumë në atë kohë ishin në studime. Kështu që i madh organizonte këto turnet e para ku kënonte edhe vetë. Shtypi kohës është shumë interesant, shumë i bukur në artikujt që janë shkruar për këtë periudhë. Më pas ai vazhdoi edhe deri në vitet e në 42-shin erdhi këtu. Dhe në atë kohë ishte koha e luftës për çlirimin e vendit dhe forcat nacionale shqiptare i bën thirrje intelektualëve për të ardhur për kontribuar. Në Radio Tirana ka qenë një kolegi i tij që nga kolonia shqiptare e Bukureshtit, drejtor Gjergj Bubani, i cili e ftoi që të vijë dhe të krijojë për herë të parë një sektor të programacionit, muzikës dhe të teatrit në radio, cilin i mat ishte shefi i parë. Kështu që filloi gjithë kjo punë nga cilën u sollën rreth radios. Fillimisht kolegët artistë, këta pionerët e parë të artit që bënin direkt koncerte në mikrofon, çdo javë të rregullta, Tefta Tashko, Maria, Gjorgia Truja, Kristaq Antoniu, Kristaq Koço, e të tjerë më pas Giuseppina Kosturi, Jusem Pelinku, të cilët Luiza Vorfi,
disa aktorë që edhe këndonin atë Beje Qela e tjerë, këta për këngë, për pjesë të dyshme, u krijuan grupet popullore për të parë, grupi Shkodran, grupi i Sazeve, të Jugut. Ka qenë edhe krijuesi i ansambleve të para. Janë krijuar ansamblet e para dhe në libër kanë nxjerrë një konkluzion shumë interesant Timi Çollaku, që thotë në ato kohë vepronin edhe këshillat çlirimtari që të organizuara pranë institucioneve. Ishte qëllimi të ketë një jetë artistike sa më interesante që të merrte diçka nga propaganda, kuptohet fashiste ose naziste kohës, po duke futur brenda këngën popullore shqiptare, duke futur brenda koncertet e artistave me emër që populli i njifte, i donte, që këndonin këngë shqiptare dhe arjet operistike, që tregonin se shqiptarët nuk janë këto njerëz që janë mish për top e që kanë ardhur t'i pushtojnë, por kanë një kulturë të tyre, kanë dhe personalitete. Më pas, po në këtë kohë u krijua për herë të parë orkestra, një orkestër e madhe simfonike e radios, për herë të parë që tingëlloi. Sigurisht që në fillim ishte me një pjesë dërmuese italian, më pas u futën edhe djemë të ri që përgatiteshin në gjimnazin e Tiranës, në Normalen e Elbasanit, ishin shkolla shqiptare me pedagog shqiptar. Pra, filloi si thuaç një dëshirë e madhe për t'u afirmuar në kushtet, do të themi atë që është, që Shqipëria ndonse në gjendje lufte, në gjendje ndeshje me pushtuesin, nga njëra anë tjetër kishte krijuar tashmë dhe një shtresë njerëzisht të kulturuar me aspirata. Mjafton në rolin që kishin luajtur këto shkollat, Normali, shkolla pedagogjike në Normalesh e Tiranës, Normali Elbasanit, Gjimnazi i Tiranës, këtu doli rinia e ngritur që kapi rroku dhe armën madje. Pra, kjo frymë gërshetuar dhe këtu patriotizëm, por dhe dëshirën për të ngritur një kulturë tonën që si thonte shpesh herë i madh, kur e pyesëm ç'patët ju, kohën e luftës që ngritot orkestrë simfonike, ngriti madje edhe një kor burrash patriotik që në 29 nëntor këndonte në mikrofon këngët patriotike në vitin 43, domethënë në gojën, si themi në gojën e ujkut, hidhe zhvallja. Pra, këto ishin disa iniciativa shumë të forta. Nënvizojmë edhe iniciativën tjetër që unë dua ta theksoj si femër, fakti që ka gjetur femrën e parë në skenë. Ashtu është. Është e rëndësishme kjo, se për një kohë të vështirë për femrën, sikurse ka qenë emancipimi i gruas në fillim të kur këto të ardhur nga kolonia shqiptare Bukureshtit në vitet 20, erdhën për të luftuar në luftën e Vlorës me Vangjush Mion, Lazgush Poradeci, Imat, të rinj të tjerë, aty u takuan me bandën Vatre që kishte ardhur. Dhe ngriti një shoqëri të arteve të bukura. Atëherë dramat që u vunë këto, dhe baba ishte dhe regjizori i këtyre grupeve, drama Besa e Sami Frashit, Vdekje Piro, se gjitha me temë patriotike, për herë të parë shikoheshin, ngriti një kor ku këndohesh me shohes Shqip në shembullin e Fanolit që kishte bërë dhe ai. Gjitha këto iniciativa, pa diskutim që nuk e konsumonin rolin e femrës shqiptare, që sa do e emancipuar që ishte në Korçë, prapse prap në skenë ambientet e publike ishte pa mundur dhe rolet i luanin djemë të ri që përshtateshin nga zëri ose kështu. Ndërsa me ngritjen e grupit filodramatik në pranë Radio Tiranës, për të parë një teatr që jepesh në mikrofon, atëherë atje dhe aty ndodhi ajo që duke ardhur këto aktore, vajzat të reja, speaker kështu, ai njofti dhe nënën time që ishte aktivizuar në radio si një speaker, duke qenë në të kohë mësuese, edhe u aktivizua edhe në drama, edhe atje bashkë si thash jo Beje Qela, jo Luiza Forfi, emra që më pas u bën aktore, edhe u njoftën dhe aty do më thënë... E kam pasur fillimin e tyre në këtë... Aty e kam pasur, do më thënë me i farmase, unë jam njëri që kam dal nga, jo nga mikrofonit, po nga afër studiove të radio. Në fakt, zëtë Ciko, është interesante pjesa e vlerave që kanë njerëzit sot. Unë doja ta lidhja pak këtë bised, që është një kthim pas në kohë, pikërisht me afirmimin e vlerave. Nuk e di, andani dhe ju mendimin se sot ka një problem në lidhje me njohjen e vlerave dhe me krijimin e një lloj sensi të meritokracisë, që është puna, talenti dhe rezultati përfundimtar suksesi. Nuk e di si funksionon, sidomos në art besoj është edhe më e vështirë, apo jo, ne ndoqëm edhe të rinjt të cilët i pat mundësi t'i njihja dhe t'i intervistoja dhe ata e gjykonin veten produkt të punës së tyre, por dhe të fatit, sepse jo gjithçka funksionon në formulë të rregullt, punë edhe talent, apo jo, duhet dhe pak fat.
duhet diçka, sot është një gjë, është e vërteta që janë shtuar rrugët e komunikimit, rrugët ku njeriu, ai që ka talent, edhe pse nuk ka gjetur dot veten në një institucion, ka mundësi në një mënyrë ta demonstrojë këtë talentin e tij. Pa thënë tjetër që Shqipëria është një vend i hapur dhe kjo hapje erdhi me ato vështirësitë e para, po shumë talente tonë të shkuan, përjetuan ato gëzime që mbase brezi nuk i pati izolimin. Edhe kjo bëri që një pjesë e tyre, që s'mund të them se janë më talentuar në historinë e kombit shqiptar, pasi talente ka pasur edhe në kohë të Skënderbeut, ka pasur edhe më pas edhe në kohë të Tanzimatit, edhe gjatë luftës, por këta patën shansin e madh që të shkojnë, të shkollohen, të çajnë, të konkurrojnë dhe të dalin atje. Nga ana tjetër në Shqipëri, shumë fëmijë të talentuar që bëjnë sakrificën për mësuar një instrument. Disa prej tyre unë për shkak të lidhjeve të mia i kam pasur shumë afër gjithmonë. Por konstatoj dhe ata që s'kan mundur të çajnë në këto institucionet kulturore për shkak të numreve të kufizuar dhe të kërkesave për të marrë në punë, një pjesë e tyre dikush edhe në një show televiziv, dikush dhe në tjetër, po marr një shembull, një djalë shumë të talentuar që i bjen violonçelit sikur është një violinist i jashtëzakonshëm, me një shkatësi, me një gjë, e shoh në emisionet e Klanit, në emisionet e Top Channel e tjera që merren me show artistik, pra gjejnë mundësinë të çfaqen, të performojnë. Jo thjesht aty ku kanë dëshirën, po dhe ku i jepet mundësia. Po këta tri primarët e teatrit operës, janë instrumentistët e parë. Siç e vutre është një orkestër relativisht e re. Unë kam shansin që mbase kam qenë drejtori më i gjatë i tyre, po ata gjatë këtij 10-vjeçari kanë fituar jo vetëm në sajt konkurseve vendet e para, po e kanë çuar shumë më përpara nivelin e orkestrës, po kështu ka dhe në sektorët e tjerë të rinj talentuar. Po kështu shumë emra solistash tek ne, që janë teatrin e operës ose që vinë angazhohen, janë të talentuar, janë jo vetëm të përgatitur nga në vokale tashmë, po janë dhe aktor, sepse janë rritur me mundësitë e shikimit të video, kasetave, të roleve të një tradite, se cili se ka problem sot të ketë një CD player në shtëpinë e tij, madje edhe një për të regjistruar veten e tij për të parë. Këto mjete kanë munguar tërësisht dhe kur unë kisha një didisje në atë kohë, që mi paciell daja tim Nikola Zoraqi nga Rusia, pasi kur vini nga Bashkimi Sovjetik këto sillin më shumë disje se sa këmisha, nëpërmjet tyre këto ishin ngjarje dhe unë bëj një konferencë në shkollë, kam bërë në konservator, për interpretimin e filan violinistit madh, filan të kësaj vepre, sepse mundësi për të dëgjuar ishte shumë pak. Pra mund të themi që sot zhvillimi i teknologjisë dhe fakti që jetojmë në një botë të hapur ka ndryshuar dhe mënyrën e të bërit art, apo jo? Pa diskutim. Sot është e pafalshme që shumë të ri rinë ankohen dhe i shef tër ditën që shkojnë këtu, shkojnë atje, bëjnë një jetë shumë të pasur personale të tyre, shumë të pasur nga çka qenë dhe kjo, dhe pak shpenzojnë që të marrin avionin ose të shkojnë qoftë edhe me rrugë më të thjeshta për të marrë pjesë në një audicion, në një konkurs, kompeticion e njëri tjetër, për t'u afirmuar. Do të thënë, kjo rrugë është akoma e pa organizuar nga ne shqiptarët. Presim të na vijnë, kujtojmë se këto fazat e jetës politike do na zgjidhin problemet. Absolutisht, jeta e artistit ka zhvillimet e veta. Kur tham emra të tillë të mëdhej që nga Mojsiu dhe ky grupi këtyre këngëtarëve që zungoj cilët u afirmuan në ato kushte kur profesorët i pyesin pse do të bësh këngëtar opere ti, çfarë do bësh Shqipëri? Shqipëri ka dy momente ku mund të këndohet. O në kish, o në xhami. Këto janë rrugët, o do hipësh minare të këndosh, ose të shkosh në një kish për të kënduar në një korë atje, kaq. Dhe këta aspiruan në bën këngëtar operistik. Po kështu në kohën tonë të izolimit, në lice artistik kam qenë me kolegë tonët atëherë të shjuar sot, u prodhua një brez instrumentistë që sot i ke në orkestrat më të mira të Europës. Ç'na shtyu ne që ne të bëjmë këtë? Kush na kërkonte të bëjmë nivele botërore? Asnjëri, përkundërzi. Shifeshe gjithmonë me i farë. Pra, sa që është pasioni njerëzve për të kërkuar në fushën e letërsisë romanet nivelit botëror që sot vlerësohen atje, të pakët janë shqiptarë, po prapë ka. Kush i shtyu këto që të bëjnë vepra të tilla? Pra, është pasioni i brendshëm i artistit që të shfaqet dhe atje ku nuk është mundësia për që ne vetë shkoj vepra e tij.
Kjo gjithë duhet organizohet më mirë nga brezi i ri. Kanë detyra institucionet, kanë detyra gjithë, pa diskutim. Është pak çështje mendësie, po thonë më shumë, të fillojë të ndryshojë kjo pjesë. Duhet pa diskutim, pa diskutim. Mirë, ne flasim për vlerat e sotme, por ka edhe ka njerëz të vlerave të cilët harrohen. Madje unë do doja që të përmendja këtu drejtorin e ri, Ilir Kerni, gjatë promovimit të librit të babait tuaj, tha se i ka lindur dhe një ide që të hap një muze me suvenir dhe sende të personaliteteve të njohura të operës dhe të baletit shqiptar. Në këtë kontekst, a kemi neve një tendencë për të harruar shpejt vlerat e personaliteteve? Nuk flas vetëm në drejtim të artit, po në tërësi ka shumë njerëz që kanë dhënë kontribute dhe pasardhësit e këtyre personave të cilët janë sot nuk e gjejnë veten më të përfaqësuar, për të mos thënë që nuk gjejnë më as vlerat për të cilat luftuan dhe punuan këta njerëz të këtij brezi. Unë kisha menduar që një muze, një arkiv të ishte virtual në opera. Do me thënë kutit kishe mundësin midis kompjuterëve, sepse ambientet janë të pakta të teatrit, s'ka ambientet shumë të holle, ku dhe unë ka një atë të kati dytë që është edhe për koncerte ku ishin këta djemët, kisha menduar që të bëjt diçka dhe është një projekt shumë i bukur mbasi do vi koha të bëhet. Por dëshira për të parë sur një muze të gjallë më inspiroi që në atë moment dhe unë në atë promovim të librit i dhurova Teatrit të Operës pianon e shtëpisë tonë, pianon që ka punuar i matë. Dhurova një piano të vetmen që kisha, thash më mirë tjetë në Teatrin e Operës se ta mbaj unë në dhomën time të shtëpisë ku duhet diçka tjetër mbase. Edhe mendoj se ngritja e këtyre muzeumeve, ngritja e këtyre ambienteve përkujtimore, përkujtimi i njerëzve është një detyrë shumë e madhe historike, mbasi ne harrojmë që brezat hikin një grup publiku të rish që kishin parë 10 vjetë për para Alili Deri në baletin e parë shqiptar. Tash mbase dikush nuk është, po ka një brez të ri, njerëz që ndjekin teatrin që vinë dhe në këtë jubilej pan shumë vepra shqiptare, pan edhe baletin Histori e një kënge që ishte, pan edhe operan Ali Pasha që Fonjanina, që flet për një zbulim toni, kupton, siç pan Skënderbeun e Vivaldi, siç kanë parë vepra tjera, kjo lidhje 100 vjetor, 60 vjetor, 65 vjetor i operës, ishte një fest shumë e bukur që na dha shkas të rikujtojmë gjithçka, Plagnidieti, Gjergjelez Alis, shumë vepra të tjera kombëtare që janë prezent. Por këto bëhen edhe sepse çdo 5 vjet duhet rinovuar dhe duhet kthyer gjithmonë tek datat historike, personalitetet historike. Ne shqiptarët përgjithsisht nuk jemi mësuar të nderojmë njeri shumë, kupton, është një nga ajo. Ti shikoje, në çdo kryeqytet të botës po të vesh, po thoj, jo në eksagjerovan qik, po në disa nga kryeqytetet kryesore e ke një shesh të vogël me emrin e Skënderbeut, ke dhe nga një statuj diku, ne s'kemi këtu për nëjtuaj. I pari shesh që ka një figur është sheshi Chopin, që është aty midis gardës dhe akademisë, ku ka një bust të vogël. Pra, kur ne ky shtet i vogël nuk begenisim njeri, si do begenisim atë kolegut o figurat tona, një tjetër ka shumë pak. Kohët e fundit janë bërë përmirësime shumë, në Tiranë ka shumë emra, artistash me emra që janë vënë për rrugët, është një rast unik dhe unë them drejtën jam emocionuar kur i di duke kaluar, se dinja se dhe kur i bëjmë deret në asë nuk të njoftojnë. Dhe kaloni një rrugë atje dhe shoh emrin e Timeti. Një qiko, u interesova, po kur është vënë kjo pothe, janë vënë dhe ishë vënë, po me s'na thatë një fjalë. T'ju falenderojnë pak të t'ju apim një kafe, do me thënë, jemi shumë të çuditshëm në këtë drejtim. Pathëm pastaj që sistemi dhe kompleksi aresës në Shqipëri është më aktiv se sa ai tjetri i pendesës ose dhe i vlerësimit. Këto janë gjëra që unë duhet i bëj autokritik për veten time, siç thashë fillova me autokritikën ndaj Timeti, po përse për këtë sistemit vlerave, mua më pëlqeu shumë një aktivitet që u zhvillua para 2 netësh nga presidenti i Republikës, i cili përveç dekorimit të disa personaliteteve, fjalimi ishte në vlerësimin e vlerave. Unë them se ishte një fjalim që nuk i përket
rregullimit të Shqipërisë sot për nesër, për këto gjëra që dëgjojmë sot, por ishin vizionar dhe vlerësimet ishin po vizionare. U vlerësua Kolidromeno. Çfarë thuash? Të thuash një fjalë të keqe që nuk ka një titull artistik, një arkitekt, një inicius, një njeri që rruga e tij në Shkodër është nga gjërat më të bukura që ekzistojnë tukë te, ose Panajot Kanaçi, ky mjeshtër themeluesi i koreografisë shqiptare, e të tjera emra mjaft të rëndësishëm. Mendoj se është një kapitull i ri që me qetësimin e një klime reflektuese, të paktën mund të ndihmojë që njerëzit të ndjehen të ngrohtë në vendin tonë, të ndjehen më të ngrohtë. Edhe më të mirëpritur, ëh? Më të mirëpritur në të gjitha fazat. Mirë, pas 60 vitesh histori, juve thatë jeta e njeriut nuk është njësoj sikurse jeta e një institucioni, me të drejtë. Ndoshta 60 vite edhe në jetën e një artisti, po ta mendosh nuk është se mund të jenë as shumë as pak. Pra mund t'i shohësh në të dyja këndvështrimet. Por në çfarë niveli e shikoni ju sot, qoftë institucionin e teatrit, të operas dhe baletit, por edhe muzikën lirike? Cilat janë gjërat që kanë ndryshuar dhe gjërat që mbeten ende për t'u bërë? Unë nuk do t'i jap këtë sens të një mendimi kritik, se sa jam pjesë e zhvillimit, jam pjesë edhe e të metave. Prandaj dhe ju bëra këtë pyetje, se besoj se ju do t'jeni objektiv për të vlerësuar drejt të dyja pjesët. Unë do dëshironja që në formë fluturim, si thuash, të kaloj 2-3 faze që ka kaluar teatri i operës dhe baletit. Pra një vend që hyri në rrugën e zhvillimeve europiane, të mendësisë europiane 100 vjet më parë, ka një jetë më të shkurtër të institucioneve artistike, se sa shumë vende të tjera dhe rrotullnesh. Por rruga e zhvillimit tek ne ka pasur një farë zhdërvjellësie, si është bazuar në disa ideale që kanë pasur artistat. Në gjitha vendet e tjera janë zhvilluar më përpara, sepse mbreti ka investuar, ka krijuar një galeri arti, ka bler piktura të famshme 200 vjet përpara, dikush më përpara, ose një mecenat i madh, Medici në Itali, apo Frederiku i dytë i Bavarisë, apo njerëz të tjerë që kanë krijuar, kanë lënë emër, ose ky Pietri i Madh i Rusisë, që mori tërë kompozitorët më të mirë të Italisë dhe krijoi teatrin, krijoi orkestrën, ose mecenat të mëdhej. Kusevicki, një nga kontrabasistët më të mëdhenj të botës, dhe nga dirigjentët e mëdhenj, sepse u martua me një vajzë që kishte babain milioner në Amerikë, dhe përpaj i solli një orkestër komplet, me sa instrumentistë duheshin. Në këtë për 20 vjet dhe ju bë emri i madh. Pra, ka zhvillime tek ne, nuk kanë qenë këto forma. Këtu ka qenë dëshira e artistave dhe rritja e shtetit shqiptar. Fatkeqësisht, në momentin kur institucionet tona ishin ngritur, shkollat ishin ngritur, që zhvillimi këtyre që ishin bërë që gjatë luftës, si që zbulohen edhe në këtë libër, shumë qartë me dokumenta, atje ndodhi kjo ideologjizimi i tepruar i Shqipërisë, që më pas u përkthyen në izolimin e kulturës. Dhe tërë këta artistë që kishin ardhur, dikush kishte ardhur nga Parisi, dikush nga Italia, dikush nga këto, dhe po jepnin kontributin e tyre. Më pas i erdhën dhe kolegë, dikush nga Prag, nga Rusia, më nga Bashkimi Sovjetik, Konservatori Ju prehovi pra, ha? Këta e kuptuan veten e tyre që tashti deri këtu ishte puna. Dhe heqja e repertorit ka qenë një nga gjërat më të rënda në historinë tonë, që filloi aty nga 64, kur për herë të parë u çfaq Mozart i Das me Figaros, edhe u mbyll, u paketua vepra, ose një shfaqje me muzikë Straussit, një klim që shkrimtari Bashkim Sheu, që në ato vite do të ketë qenë fëmijë i vogël, po mbase edhe për vlezërve të tij që e ndiqnin operan, e ka përshkruar në romanin Mozart pa dashje. E jep shumë bukur klimën e këtij influencës së revolucionit kulturor. U bën përpjekje nga viti 70 dhe në vitin 73, që konsiderohet pak si koha e liberalizmit, ku për të parë përfituam në atë kohë, unë isha drejtori artistik në opera në atë periudhë, iluzionesh, dhe për të parë ekzekutuar Simfonia e 9 e Beethovenit, me arsyetimin që në 200 vjetorin e Beethovenit ne duhet të tregojmë se çka mbritur Shqipëria. Sigurisht ne thonim çka
ka krijuar edhe partia, thonim se ndryshe nuk lejohesh. Kishte një nevojë për një kamuflazh. Kishim gjetur një ambalazh të tillë, i cili gjithsesi lejoi që të bëhesh një koncert shumë i madh. Më pas të bëhen edhe vepra duke tentuar që të avancojë dhe konceptet e regjisë, konceptet e skenografisë. Fatkeqësisht mbaruan me një dramë të madhe, me raste edhe mjaft tragjike, si edhe në vendin që i lindi këto ide, edhe në Kinë gjithashtu kanë qenë shumë të forta këto revolucion kulturor. Më pas për 15 vjet, 20 vjet u end teatri brenda veprave vetëm kombëtare dhe shumë më vonë filluan të vijen po disa vepra të vjetër të repertorit. Një kulturë e prirur kryesisht monotematizmi, kryesisht nga muzika romantike, kryesisht nga influenca e muzikës të një vendi të zhvilluar të operas, po që nuk është vetëm ai në panoramë botërore. Pra, të ndodhura këto gjëra 10 vite më përpara, kur u festua për vjetori parë i arti operas, 50 vjetori, një 10 vjeçar, synimi ishte të zgjerojmë repertorin, të ketë edhe një musical amerikan, West Side Story, Kiss Me Kate, e të tjerë të shofi shqiptari në skenën tonë, edhe një opera gjermane, jo vetë Mozart, po edhe një Beethoven, pse jo edhe një Strauss, edhe vepra të tjera të autorëve të ndryshëm, përveç këtyre veprave të mëdhaja, Aida, Turandot, veprave gjigande të muzikës skenike. Ky përvjetor, me një rritje të produktivitetit të jashtëzakonshëm, nga 3 vepra që janë bërë historikisht në opera, u kaluan në 10, në 13 titull, çdo muaj nga i titulli i ri. Ishin ambicie të mëdha që zhvilluan shumë konceptin, krijuan një bazë repertori të pa imagjinueshëm. Dhe them se ka qenë një periudhë që e ka plotësuar kuadrin e një repertori të gjerë të operës. Sot ti mund të marrësh këtë duash, do të marrësh Aidën, po themon që një gjithë publiku, që është një vepër e madhe, ku shkon, merr një videokasetë të realizimit në skenën tonë, gjen dekorin që ekziston, shto dhe ca kostume që mungojnë për këtë vepër dhe ti mund ta vesh. Është punë tjetër, realizimi, është punë tjetër sa je i aftë ta organizosh. Ka një bazë gjithsesi. Pra ka një bazë, do të marrësh një vepër tjetër dhe po spate një, po them Elektrën e Straussit, po ke Salomen, shiko pak a shumë muzikën, ke ku orientohesh, do të vesh Idomeneon e Mozartit, po ti ke edhe Don Giovannin, ke edhe Flautin Magjik, ke edhe vepra tjera që janë produksione të përhershme të teatrit të bëra në bashkëpunim me televizionin kryesisht publik shqiptar, po dhe të tjerat edhe me entet private. Çfarë nuk ka shkuar tani? Se kjo është e gjithë pjesa e mirë e gjërave, po ti themi të dyja, çfarë nuk ka shkuar, ose çfarë duhet bërë ende? Unë nuk duhet t'jap receta se ç'duhet bërë, kupton? Si është fjala deri këtu, kam bërë se çfarë do të them. Jo në këtë kuptimi se kam se s'dua të tregoj sekrete, domethënë nuk kam ndonjë gjë të tillë, por në kuptimin që do shikojmë se ç'vizione vizione ka, ku do mbrihet, si do mbrihet. Jeta artistike tek ne është në fazën e një shndrimi tashti. Mbi koncepte të tjera, mbi mundësi të tjera, mbi dëshira, mbi deklarime të ndryshme, të cilat gjithsesi do fillojnë të përvijojnë atje ku shifet reforma e vërtet. Kjo është një edhe këshill për mua, po është edhe një konkluzion timi. Reforma e bujqësisë shifet atje ku janë fermat, ku janë arat, ku janë ato. Reforma e industrisë shifet nga produktet, ke njëra tjetër. Reforma e artit shifet në skenë, jo në zyrat para skenës, ato nuk janë interesante. Atje stafi i administratës artistike është nga pasuritë e mëdhaja që ka institucioni, siç ka kolektive të tilla, kam orkestrën, po është kori, po është trupa e baletit. Kori për shembull, nga një kor që dikur mbas çimit erdhi nga Mali, pastaj u bë me shkollë, pastaj u përmirësua me arsim të lartë, shumica ose zëra të veçantë, ka tashmë një faktor shumë madh. Ai ditë këndoj dhe gjermanisht, dhe frëngjisht, dhe italisht, po se po, madje dhe hungarisht ka kënduar vjet. Pra, është një përvojë shumë e madhe, jo çdo djalë që del nga shkolla ditë këndoj në këtë gjuhë. Pra, baza e repertorit është siç ishte arkiv që ju e nxorët atje, plot dhe është vlerë, po kështu është edhe trupa ekzistuese e teatrit. Në teatr nuk ka njerëz të tepërt, në teatr ka njerëz që mungojnë teatrit për ta bërë jetën artistike edhe më të pasur, edhe më, si thuash, në favor të kartvizitës që ka ky shtet shqiptari,
Kur vjen në Rinas, të gjithë delegacionet, të gjithë njerëzit, biznesmenët, çdo bëjmë darka do dihet që do hanë një darkë, një restoran, do thonë Samira i bë kanë këto, jo tave Dheut, jo tave Elbasanit, rekomandimet tona, për shpikjet tona, po kur e çon në opera dhe i shef një çfaqje dhe kënaqet, sepse muzika është gjuhë ndërkombëtare, ai krijon një përshtypje shumë të mirë për vendin. Ka pas thënë një herë një burr i shquar i politikës botërore, që ishte sekretari i përgjithshëm i NATO-s, në atë kohë në Belgjik, Willy Klaes. Dhe dëgjoj orkestrën tonë të virtuozve të Tiranës në konkurs që fitoj si zakonisht vetëm çmime të para. Ai më tha interesant, tha, kur vinë këta liderët tuaj të vendeve zonës të rajonit, jo për shqiptarët konkretisht, ne e dim se s'do na kërkojnë. Ky do të vijë se ka tallin e elektricitetit, ky tjetri do vi se do subvencionet për rrugët, ky tjetri do këtë. Tha, po të vinin me trupa artistike të tilla, shumë të veçanta dhe shumë që gjitha shtetet pak a shumë i kanë, rrugat nesërme në bisedime është më e lehtë. Sa i rëndësishëm është arti dhe komunikimi. Dhe shumë dhe në kulturat e ndryshme. Një shembull në rast se do të kishim kohë për ta bërë çik më problemor, mos rrim vetëm këtu ky institucioni me kolona që kemi përballë, po dhe ta bëjmë. Më interesant, për shembull, një gjë që më ka pas bërë përshtypje shumë, ka qenë fakti që kur këtë fqinjin ton të egër që kemi sipër që na ka krijuar shqetësime gjithmonë, e përjashtuan nga Kombet e Bashkuara për shkak të luftës ndaj dhe genocidit në Kosovë, kur erdhi momenti për ta pranuar dhe të votohesh atje, përpara në atë pauzën u pa në sallë, dhe këte kam parë me sytë e mi, dhe dhanë gjithë stacionet ndërkombëtare Euronews që janë këto, kuarteti i famshëm i Beogradit. Një kuartet me 4 zotëri, të gjithë, flokbar, të veshur elegant, që ekzekutuan Mozart, një kuartet Mozartit. Ato ishën kuartet vërtet i nivelit europian, po duke bërë, sigurisht i bëri dhe pak njerëzit që në sallë që ndruan dhe në fund si ishte vështirë që ta ngrinin dorën pozitivisht. Ky është një rast dramatik, do ta cilësoj. Unë them që diplomacia kulturore për vendin ton duhet të jetë një kartë e fortë. Asnjëri nuk e përmend, gjithi anësh kalojnë, ka një fat xhelozi se mos këta artistat po na dalin çik si tepër. Do të thoya ka neglizhencë. Kupton? Ka një lloj neglizhence. Ajo është pasojë një mentaliteti neglizhenca. Edhe me që mbetemi te kjo dhe jemi në fund, unë personalisht si një konsumator e kulturës do të thoja që një problem dhe që ndoshta ka ndikuar edhe në kufizimin e rrugës së zhvillimit të artit, për pos pjesës së para viteve 90 dhe pas viteve 90 është ndoshta edhe ndikimi deri diku i politikës dhe reflektimi i saj. Nuk e di një opinion tuaj për këtë. Ashtu është, së pari rëndësika... A duhet reflektoj dhe në art politika, pa diskutim. Ne kemi shembuj pozitiv shumë, edhe nga intelektuale, dhe nga inteligjenca, po e zbres një qik shkallën, s'po e mbaj atje direkt, po e ull një qik. Kemi disa intelektual që janë të përhershëm në çdo çfaqje tonë, dhe ai ishte krenaria e publikut tonë, shef një skulptor, një piktor, një shkrimtar, një njerëz të tjerë që janë afër zhvillimeve jetësore, siç ka dhe muzikant, ka dhe kompozitor, ka dhe studius të historisë muzikës që nuk janë parë asnjëherë në sallën e zhvillimit. Pra, ku i ndjekin, ku i freskojnë këto leksione, këtë rrugë të tyre në këta njerëz, po kështu nga politika. Pjesëmarrja e një lideri politik të shtetit është më shumë se sa t'i japi 5 lekë më tepër. Se për në institucionet tona të artit, asnjëherë nuk mjaftojnë parat, nuk mjaftojnë për skalën, nuk mjaftojnë për Grand Operat Parisit, për Vjenën, ku buxhetet e tyre janë nga 400-500 milion euro. Në vit janë buxhete fantastike. Nuk mjaftojnë, edhe ato ankojnë, gjithë drejtorët që kam komunikuar gjithon, pastaj është bërë pa mundur, nuk po punohet dot e kështu, mendo këtu tek ne. Por ama një pjesëmarrje në jetën kulturore në tërësi dhe veçanërisht në institucione të kushtueshme të tilla i hap rrugën njohjes, zhdërvjelësimit, menaxhimit më të thjeshtë të këtyre institucioneve që janë... Ju besoni se kjo mund të ndodhi në qoftë se kreu i qeverisë është artist, se kanë qef shpeshherë të ndajnë këto profesionet në lidhje dhe me drejtimin e menaxhimin e punëve të një vendi? Ju jeni vetë artiste dhe ndoshta mund ta vlerësoni këtë gjë. Unë do të them sigurisht.
kësaj do t'i përgjigje me fjalën sigurisht. Kur ka njeri, por intelektualiteti është ai që thot fjalën e vet më mirë edhe shpesher, siç thash, për shembull mjekët, të them, njerë më shbër qefi shumë ku një miku ti mjek më tha që u gëzova shumë dhe atëherë ne kishim vënë operan Carmen, një shfaqje shumë spikatur, dhe më morit njëse me tha Zhani ka pas shumë sukses, se sot tha, unë i pyes të hënave në leksion, çfarë bë të dielën, shtunë e diel. Ato pjesë mund të tregohen për shtunë e për të diel. Dhe tha, kemi parë Carmenin në skenën e operës. Unë u gëzova shumë, tha që ky brezëri ka dhe interesa të tilla kulturore, krahas asaj shkencore në fushat e tyre që janë. Juve personalisht, çfarë, duke qenë se jemi në fund dhe nuk mund të rri pa ju pyetur për diçka, unë shoh ende në mënyrën se si ju flisni, pashmangshmërisht pasionin që vazhdon, flaka e pasionit vazhdon që të jetë e gjallë ende në një artist që sigurisht i tillë do të jetë deri në fund, besoj. Por çfarë ndodh në momentin që ju largoheni nga ritmi i përditshëm i punës, largoni në mënyrë befasishme, besoj se nuk pritesh, të paktën e kolegët tuaj janë shprehur në një lloj befasie në ato ditë. Çfarë ndodh pastaj? Çfarë ndodh me pjesën tjetër? Unë mendoj se e konsideroj këtë si një dalje në krijimtari të lirë. Domethënë shumë piktor kanë shkëlqyer, shumë artistë kanë shkëlqyer. Njeriu duhet të mbarset nga rastet pozitive dhe nga gjithçka të tillë. Historia e muzikës ka njerëz që kanë shpërthyer në 80 vjeç. Po marrim Verdi, ka shkruar kryeveprat e tij pikërisht në 80, në 90 ka shkruar. Shumë shkrimtarë, Balzac, një tjetër, plot emra të tjerë sot instrumentistësh, ka pianistë që kemi parë kur kam qenë edhe me ti me shoqe me Rudinën, kemi parë Shura Çerkaskin, një pianist i famshëm, botror që në moshën 90 vjeç luajti 4 sonata përmendesh të Beethovenit, edhe ishte një nga koncertet e fundit të tija. Më pas ai, po do me thënë, demonstrojnë, ose për shumë Bakau, si një emri i madh i pianizmit botror, i cili edhe kur vdiq në skenë, duke interpretuar, bëri pjesë e parë të programit, pak nga pak pushua dhe u nda mbi piano. Këto duken si legjenda, por çdo njeri më i farmase ka legjendën e tij, dikush aty. Fati është i pashmangshëm, asnjëri nuk e di. Njeriu duhet të mbajë një temporitëm dhe duhet shikoj që mbyllet një derë, hapet një derë tjetër. Po s'u hap dera, prap ti diçka do bësh. Më kujtohet një shqiptar i rëndësishëm intelektual që është Skënder Luarasi, patrioti, dhe ai pati vështirësi me regjimin e kaluar. Pati vështirësi, nuk mund të rinte pa kritikuar, s'mund të ca gjëra duke qenë njëri i pasioneve të mëdha. Më në fund, kur e nxorën pension, i thanë njerëz të shtëpisë, tash ti, baba, ose shokët e tij, Skënder, tash ti qepe gojën, rri mirë, se s'ke më moshë, po të bëjnë ndonjë gjë këta, kuptoj se s'mund të bënte regjim. Ai ndeti, i dha fjalën që unë tash nuk do them gjë më, s'do bëj kështu, dhe mbas sa kohe publikoi kujtimet e tia, duke thënë që në faqen e parë, premtova që s'do flas, atëherë s'mund të rinja pa bërë gjë dhe fillova të shkruaj. Maestro, unë ju falenderoj shumë, ishte një intervistë vërtet shumë e këndshme, pikërisht për shkak edhe të gjithë kujtimeve nga pikpamja historike, por ç'është më e rëndësishmja dhe për të sotmen dhe për vizionin e së ardhmes, me që u gërshetua kjo në një diskutim vlerash dhe aspiratash për të qenë akoma dhe më mirë, sigurisht të gjithë bashkë kjo shoqëri. Unë ju falenderoj juve. Mbaj mend që kemi bërë dhe dikur shumë dhe përpara një bashkë një intervistë, por ishit përgatitur shumë mirë dhe më vjen mirë që kishit vlerësuar jo vetëm atë çfarë më përket mua si pjesëtari i këtij emisioni, por edhe në përgjithësi edhe ajo çfarë thatë edhe për institucionin, për opën dhe ato gjëra ku më futët mua, sepse suksesi i të folurit, them drejtën s'kisha vendosur të flas. Edhe sa gjëra i thash jashtë asaj që donja, por ju e drejtuar shumë bukur dhe mbet qefi. Ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve.
Dashur miq, ka qenë kjo puntata e ditës së sotme. Ju falenderoj dhe ju për vëmendjen që na keni kushtuar përgjatë këtyre minutave dhe ju takim sërish të ditën e mërkurë ora 16. Deri atëherë kalofshi sa më mirë. Nga unë Visnasto bashkë me Rupafshim.